shkruan Gjergj Zefi. Ndërkohë që bota është ende e përqendruar tek Ukraina dhe lufta e gjatë me hijet e Rusisë, një skenar i papritur dhe e tronditos po konturohet në veri të globit. SBA po konsideron seriozisht aneksimin e Grenlandës, një territor autonom nën sovranitetin danez dhe një nga pjesët më strategjike të hartës arktike. Sipas një raporti ekskluziv të Al Jazeeras, analistë të lartë perëndimor po paralajmërojnë Europën që të përgatitet për një tërmet diplomatik dhe strategjik jo nga Moska, por nga vetë Washingtoni. Dhe kjo nuk është thjesht një ide në tavolinat e think tankëve. Paralajmërimi vjen në një klim tensioni të rritur mes administratës amerikane dhe Europës, ku SBA po e sheh gjithnjë e më pak veten si garanti i sigurisë kolektive dhe gjithnjë më shumë si një superfuqi që vepron sipas interesave të veta, edhe në dëm të aleatëve të vet më të vjetër. Kryeministria e Danimarkës, Mette Frederiksen, ka dhënë një mesazh të pazakontë për një aleat të NATO-s. Çdo tentativë për të marrë Grenlandën do të konsiderohet një akt agresioni, me pasoja të rënda për aleancën. Madje deklaratat në Kopenhagen janë më të forta. Nëse amerikanët zbarkojnë në Grenland pa leje, ne do të qellojmë pa paralajmërim. Në këtë kontekst, NATO është në krizën më të thellë të ekzistencës që nga krijimi i saj më 1949, sepse nëse një shtet antar sulmon një tjetër, vetë logjika e mbrojtjes kolektive rrëzohet. Në vend të parimit sulmi ndaj njërit është sulmi ndaj të gjithëve. Kemi një skenar ku një antar i fuqishëm sulmon një më të vogël për të marrë territor. Kjo situatë nuk është thjesht një çështje mes Washingtonit dhe Kopenhagenit. Ajo është një alarm për gjithë Europën, sepse sot është Grenlanda, nesër mund të jetë Islanda, apo ndonjë bazë tjetër strategjike në territorin evropian. Ndërkohë që Rusia dhe Kina forcojnë praninë në Arktik, Amerika po shkon drejt rrugës së unilateralizmit agresiv dhe imperializmit gjeopolitik. Ndërkohë në SBA kundërshtimet ndaj kësaj ideje po rriten. Disa republikanë shohin aneksimin e mundshëm si një aventurë të rrezikshme që mund të izolojë Amerikën dhe ta kthejë në një fuqi të urryer nga aleatët. Por influenca e një krahu agresiv në politikën e jashtme amerikane nuk duhet në vlerësuar, sidomos nëse Trump nuk tërhiqet. Për Europën ky është momenti i së vërtetës. Të vazhdojë të jetojë në ombrellën e një aleance që nuk i garanton më siguri, apo të ndërtojë një arkitekturë të rembrojtje dhe strategjie, që nuk varet nga humoret e Washingtonit. Ky zhvillim ka domethënie edhe për Ballkanin, sepse nëse NATO shpërbëhet ose dobësohet thellësisht, garancia e sigurisë që ka penguar shpërthime të reja në rajon do të zbehet, dhe vendet si Shqipëria do të mbeten në një boshllok gjeopolitik me shumë rreziqe. Historia e Grenlandës mund të jetë piknisja e një kapitulli të ri të errët në marrëdhëniet transatlantike, dhe ne duhet jemi të përgatitur sepse këtë herë rreziku nuk vjen vetëm nga lindja.